Shkruan Spartak Ngjela, historia moderne e perëndimit dhe demokracisë na ka thënë se demokracinë dhe lirinë e një shteti të pavarur të kohës sonë mund ta shkatërrojë diktatura dhe korrupsioni. Ka disa ditë që flitet për një fantazm prej 6 milion dollarësh që qarkullon nëpër dejet e sëmura të Partisë Demokratike në Tiranë, por shqiptarët si edhe shtypi nuk po ndjejnë ndonjë shqetësim serioz edhe pse analistë të perëndimit kanë shkruar shumë për këtë çështje. Si mund të ndjesh shqetësim sot? Opinioni publik aktual në Shqipëri, kur ai di se këta të korruptuar kanë qenë dhe janë politikanët e lartë të Shqipërisë në 30 vite rresht. Dhe koha ka ecur me ta vijimisht në 30 vite rresht, që nga viti 95. Prandaj shqiptarët me të drejtë thonë, ne nuk kemi se çfarë të bëjmë të korruptuarve të lartë sepse kështu janë të gjithë, por tani ka ardhur koha e ndëshkimeve të tyre dhe kjo është në dorë të spakut. Edhe koha jon përderisa tani ka hyrë në një proces antikorrupsion me një prokurori dhe gjykatë të posaçme që drejtohet ndërkombëtarisht, gjithçka është e sigurt që do të shkojë deri në fund dhe shumë shpejt do të kuptohet se korrupsioni i lartë shtetëror nuk do të ketë më asnjë shpresë për të mbijetuar me të gjitha parat dhe pronat që ai ka përvetësuar me anë të korrupsionit apo me mënyra të tjera të paligjshme. Por si e ka zgjidhur perëndimi i lartë e i zhvilluar këtë çështje morale, sepse sipas historisë është e provuar se edhe ata shtete që sot e kanë vendosur drejtësi në fillimet e tyre përgjatë shekullit të 19 dhe gjysmës së parë të shekullit të 20, ata mes korrupsionit kanë kaluar, sepse kjo tani dihet në historinë e Europës se këto shtete të zhvilluara të perëndimit që në fillimet e kohës moderne janë ndeshur ashpërsisht me korrupsionin që kanë kaluar. Por pikërisht në këtë kohë njerëzit e mëdhenj të tyre e kuptuan saktë arsyeën themelore të korrupsionit të lartë shtetëror dhe prandaj e vendosën dhe e zhvilluan në sistem teorinë e madhe që korrupsioni dhe abuzimi shtetëror luftohen vetëm me një pushtet gjyqësor të drejtë, të pavarur dhe të pakorruptuar. Dhe ishte pikërisht kjo reformë madhore që solli në Europë realisht pushtetin gjyqësor të pavarur që hyri në një reformë të madhe ligjore, por që ishte pikërisht kjo reformë që erdhi e i dha perëndimit edhe zhvillimin që ai ka sot. Dhe duhet theksuar gjithashtu se kjo reformë solli me vete edhe triumfin e humanizmit dhe të revolucionit tekniko-shkencor, të shkencës së lartë dhe të arsimit me nivel të lartë në gjykimin shkencor sipas matematikës moderne, fizikës bërthamore dhe teorisë së relativitetit. Por ishte pikërisht në këtë kohë që erdhi dhe u vendos edhe një pushtet gjyqësor i pavarur e i drejtë që bashkë me revolucionin tekniko-shkencor e shpëtoi Europën perëndimore nga korrupsioni dhe padrejtësia sipas mendimit dhe gjykimit të lartë që solli matematika, fizika dhe filozofia moderne. Dhe prandaj përgjigjja jon për këtë çështje që trajtuam është kjo. Nëse ne shqiptarët nuk do ta mposhtim dot korrupsionin, ne nuk do të kemi të ardhmen. Nëse shtetin e ka pushtuar korrupsioni i lartë i pushtetarëve që vinë e ikin me mendjen jo te Shqipëria dhe shqiptarët, por te paraja që mund t'ia përvetësojnë edhe shtetit edhe shqiptarëve, sigurisht që gjithçka do të ecë në krim dhe padrejtësi. Ja, kjo është e vërteta, po a jemi të aftë ne shqiptarët të arrijmë këtë nivel të lartë antikorrupsion në Shqipëri? Shenjat janë se në këtë nivel aktual mediokur të qeverisë shqiptare dhe këtë prirje primitive drejt paras paligjshme dhe korrupsionit që ka sot në Shqipëri, reforma në drejtësi me ndihmën e madhe ndërkombëtare që ajo po merr ka të gjitha mundësitë ta shpëtojë Shqipërinë nga korrupsioni dhe padrejtësia. Sot është SPAK që po vepron dhe është edhe përkrahja e madhe ndërkombëtare që ka marrë po merr ky institucion. Sot po pritet edhe ndërkombëtarisht që me proceset penale antikorrupsion që kanë filluar në Shqipëri, do të procedohen dhe do të konfiskohen të gjitha pasuritë korruptive në Shqipëri dhe jashtë saj. Kudo ku ka investuar miliarda dollar korrupsioni i lartë shtetëror i shtetërorëve shqiptar, korrupsion ky që po vijon në mbi 30 vite rresht. Dhe është e sigurt se kjo reformë do të krijojë jo vetëm drejtësinë e re, por edhe zhvillimin shoqëror integral në Shqipëri, i cili sigurisht që do të vijë siç po vjen edhe sot bashkë me reformën në drejtësi e cila ka nisur me shumë sukses. Prisni dhe shikoni.